në Kosovën për të cilën jam krenar, që i kam dalë Zot në kohën më të duhur dhe për lirinë e secilës kam qenë dhe mbetem i gatshëm ta jap edhe jetën sa herë që do të kërkohej nga unë. Për mua të qenit bashkëluftare Adem Jasharit është nderi më i madh që mund ta kisha. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre. Kishte nevojë për dikë siç ishte Adem Jashari dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Prandaj unë ju bashkova Adem Jasharit. Ushtria shqiptare e Kosovës nuk u krijuan nga dëshira, por nga nevoja. Ishte reagim ndaj dhunës sistematike dhe mohimit të dinjitetit. Nuk ishte aventurë, ishte mbijetesë. Të nderuar, unë isha pjesë e një ushtrie vullnetare. 100% vullnetare. E përbërë nga civil, mësues, student, bujq, punëtor, prindër. Njerëz që u detyruan t'i marrin armët sepse nuk kishin rrugë tjetër. Në një pjesë të parashtrimeve të saj, prokuroria në mënyrë të çuditshme dhe në formë akuze, me të cilëson si njëri person i afërt me Adem Jasharin dhe si organizator që gëzonte respekt. Nuk është e qartë nëse kjo është menduar si akuzë apo si vlerësim. Për mua, të qenit bashkëluftare Adem Jasharit është nderi më i madh që mund ta kisha. Po ashtu konsideroj edhe nder, edhe cilësimin si një nga themeluesit kryesorë të UÇK-s. Nëse këto cilësime shndrohen e akuza, atëherë problemi nuk qëndron te unë, por tek ata që i trajtojnë nderin dhe përgjegjësinë historike si faj. Po, kam mbartur armë. Armët për ne ishin mbijetesë. Shumë nga bashkëluftarët e mi kanë vdekur duke siguruar ato. Ne kërkuam ndihmë dhe armë edhe nga vendet mike, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që është trajtuar edhe në këtë sallë. UÇK-ja nuk kishte qëllim tjetër përveç lirisë. Nuk kishte plane për të sulmuar civil apo kundërshtar politik. Ushtria Shqiptare e Kosovës nuk ishte parti politike. Ishte ushtri çlirimtare. Madje, edhe nëse lufta në Kosovë nuk të ndalej në qershor të vitit 1999 dhe do të vazhdonte deri në ditën e sotme, unë ende do të isha ushtarja dheu tim. Kuptohet, nëse nuk do të isha vrarë deri më tani, për çka gjasat ishin reale. Jam i bindur se bëm gjën e duhur. Edhe sot do të bëj atë njëjtën gjë. Liria, paqja dhe demokracia arrihen duke u përballur me agresionin. Prandaj edhe NATO na mbështeti. Prandaj na mbështeten edhe vendet tuaja. Prokuroria në dosjen e saj përfundimtare kërkon dënime jashtëzakonisht të rënda. Aq të gjata saqë në thelb synojnë të na ndalojnë përgjithmonë kthimin në vendin tonë. Koha sigur do të kthehem në Kosovë, tash tutje varet nga vendimi juaj. Por prokuroria duhet ta kish kuptuar se kur do që të kthehem, unë do të kthehem në Kosovën e lirë. Në Kosovën për të cilën jam krenar, që i kam dalë Zot në kohën më të duhur dhe për lirinë e secilës kam qenë dhe mbetem i gatshëm ta jap edhe jetën sa herë që do të kërkohej nga unë.